Le të mendojmë pak për një kërkim epik për të vërtetën. Një udhëtim që zgjati plot 16 vjet dhe përshkoi mijëra kilometra. E po, kjo është historia që fshihet pas një prej librave më themelor në botën islame, Sahih al-Buhari. Sot do të shohim së bashku se si u krijua kjo përmbledhje monumentale e traditave të profetit Muhammed dhe pse, edhe pas kaq shumë shekujsh, ajo vazhdon të ketë një rëndësi kaq të madhe. Dhe ja me çfarë na pret libri, pikërisht me këtë parim kaq të thellë dhe universal, veprat çmohen vetëm sipas qëllimeve. Kjo nuk është thjesht një fjali e bukur apo jo, është themeli mbi të cilin ndërtohet gjithçka tjetër. Një kujtesë se në çdo veprim, nga më i vogli tek më i madhi, ajo që ka vërtet rëndësi është qëllimi, motori që fshihet pas tij. Mirë, tani, për të kuptuar Islamin në thellësi, na duhet të shkojmë përcej Kuranit. Ndërsa Kurani është fjala e Zotit, ekziston një burim tjetër thelbësor që na tregon se si këto mësime u jetuan, si u vunë në praktik. Dhe pikërisht këtu hyn në lojë hadithi. Mendojeni si regjistrimin e detajuar të jetës dhe mësimeve të profetit, një udhëzues jetësor për muslimanët në të gjithë botën. Pra, nuk bëhet fjalë vetëm për atë që profeti tha, por edhe për atë që bëri, madje edhe për gjërat që ai i miratoi në heshtje. Pra, për ta bërë më të qartë, kemi dy pjesë të një puzzle. Nga njëra anë, Kurani, që është fjala direkte e Zotit, domethënë shpallja hyjnore, nga ana tjetër, hadithi, që është shembulli i gjallë, si i vuri profeti këto parime në jetën e përditshme. Të dyja janë absolutisht thelbësore dhe plotësojnë njëra tjetrën. Por këtu gjërat komplikohen dhe bëhen vërtet interesante. Këto mësime u transmetuan gojë më gojë për breza tërë, dhe pyetja lind natyrshëm, si mund të ishin të sigurt se fjalët e profetit nuk do të humbisnin apo, edhe më keq, nuk do të shtrembëroheshin me kalimin e kohës? Kjo ishte sfida gjigante me të cilën u përballën dietarët e hershëm. Këto nuk ishin thjesht histori për të kaluar kohën, ishin udhëzime për jetën, për ligjin, për besimin. Pra, saktësia ishte gjithçka, absolutisht gjithçka. Dhe zgjidhja? Diçka sa e thjesht, aq edhe geniale. Zinxhiri i transmetimit. Mendojeni si një gjurmim detektivësh. Për çdo thënie, duhet të provoje. Kush ta tha ty? Dhe ati, kush ja tha? E kështu me radhë, hallkët pas hallke, derisa të arrihet te personi që e dëgjoi me veshët e tij nga vetë profeti, pa asnjë hallke të thyer. Ky ishte standardi i lartë i autenticitetit. Dhe pikërisht për të ndërmarrë këtë detyrë monumentale, na duhej një figurë po aq monumentale. Dhe këtu hyn në skenë protagonisti i tregimit ton. Emri i tij, Imam el-Buhari. Misioni i jetës së tij ishte fiks ky: të udhtonte, të gjente, të verifikonte dhe të ruante vetëm thënjet më të pastra, më autentike të profetit Muhammed. Një mision që tingëllon pothuajse i pamundur. Dhe fakoi mori plot 16 vjet. E imagjinoni dot? 16 vjet, jo i mbyllur një bibliotekë të rehatshme, po në lëvizje të vazhdueshme, duke përshkruar lindjen e mesme dhe azinë qendrore, në kërkim të çdo fragmenti të dijes. Dhe çfarë mblodhi gjatë këtij udhëtimi maraton? Mbajuni fort. 600.000 transmetime. Po, e dëgjuat mirë, 600.000. Vetëm përfytyroni atë mal, ato oqeani informacioni që ai duhet ta shoshiste pjesë-pjesë. Por ja ku qëndron genialiteti i tij. Nga ai mal prej 600.000 transmetimesh, a e dini sa përfunduan në librin e tij? Vetëm 7.275. Kjo shifër tregon gjithçka, apo jo? Ky njeri nuk ishte thjesht një koleksionist, ishte një filtrues i pamëshirshëm në kërkim të arit të pastër. Pyetja që lind natyrshme është si? Si e doli? Si e ktheu atë mal gjigant në një thesar kaq të vogël e të çmuar? E po, përgjigjja është se ai nuk ishte thjesht një udhëtar i zellshëm, ai ishte një shkencëtar. Ai praktikisht shpiku një sistem shkencor për të verifikuar burimet historike. Çdo transmetim i vetëm, çdo hallkë e zinxhirit kalonte nëpër një skaner të jashtëzakonshëm. Ai analizonte gjithçka me një skepticizëm dhe një përpikmëri që ishte thjesht e paparë për kohën. Dhe ja pak a shumë si funksiononte. Ai ndau hadithet në kategori të qarta. Në krye të piramidës ishte sahih, që do të thotë autentik, i përsosur, zinxhiri i pathyer, transmetues të besueshëm, gjithçka perfekte. Pastaj vinte Hasan, që ishte i mirë, por ndoshta me ndonjë gërvishtje të vogël, dhe në fund ishte Daif, i dobët, i pabesueshëm. Për librin e tij, El Buhari kishte një rregull të hekurt, vetëm sahih, vetëm standardi më i lartë. Dhe kështu,
Pas gjithë atij udhëtimi epik dhe asaj metode shkencore, çfarë doli në fund? Një kryevepër. Një libër që do të bëhej një nga tekstet më të nderuara në botën islame. Dhe ja ku e kemi. Sahih al-Buhari. Vetë titulli i tregon gjithçka. Sahih, siç e tham, do të thotë autentik. Ishte si të thoshte, kjo është e vërteta e pastër, e verifikuar. Një deklarat tepër e guximshme dhe plot besim te puna e bërë. Dhe nuk është thjesht një listë thëniesh. Jo, është organizuar në mënyrë gjeniale në 97 libra të ndryshëm, secili i fokusuar në një temë specifike. Do të dish për tregtinë, e ke aty. Për lutjen, e ke aty. Është praktikisht një enciklopedi e plot. Dhe për më shumë se 1200 vjet, ka qenë një gur themeli për dijen dhe ligjin islam, duke formësuar jetën e miliarda njerëzve. Dhe kjo na sjell në ditët e sotme. Na lë me një pyetje goxha të rëndësishme. Në kohën tonë, ku jemi të bombarduar nga informacioni, nga lajmet e reme, nga dezinformatat, çfarë mund të na mësojë një histori e tillë? Ky kërkim i palodhur, pothuajse obsesiv për të vërtetën, i ndodhur 1200 vjet më parë, ndoshta na mëson se lufta për të vërtetën dhe për saktësinë është e përjetshme.